Në shkollën nëntëvjeçare Tring Smiley në Gru të Re, procesi mësimor po zhvillohet sipas programeve bashkëkohore, ku stafi pedagogjik synon të forcojë cilësinë e mësimdhënies dhe përfshirjen e çdo nxënësi. Shkolla Tring Smiley tashmë është një ndër shkollat që dallohet në shkollat më të mira. Kjo fal rregullave të vëna në shkollë, disiplina, puna e përkushtuar e këtij stafi pedagogjik, punohet me projekte. Jo vetëm kurrikulare, ndërkurrikulare, por edhe me projekte jashtë procesit mësimor, siç janë artezeje, ku janë të përfshira tiku këtë vit, është përfshirë teatri edhe kori. Vitet e fundit shkolla ka parë një rritje të ndjeshme të numrit të nxënësve, përfshirë edhe fëmijë të rikthyer nga emigracioni apo nga shkollat e qytetit. Veçanë gjithë shkollave të tjera, ku ka patur rrjedhje të fëmijëve largim, ne kemi patur një fat vitet e fundit, këto 2-3 vite, ku nga klasa teke jemi kthyer klasa paralele, pra është rritur numri i nxënësve, edhe këtë vit kemi patur 12 nxënës të ardhur nga shkollat e qytetit që kanë vazhduar, që janë të banorë të zonës, por që dikur për arsye të kushteve jo të mira të shkollës janë larguar dhe si vjet janë kthyer në shkollën e tyre. Dhe kjo vërtet që na gëzon dhe na bën të kuptojmë që puna ka patur sukses. Rikthimi i nxënësve është treguesi i besimit ndaj shkollës dhe i punës së vazhdueshme për krijimin e një mjedisi sa më të sigurt dhe cilësor për nxënësit.